T'japim fund tradtive. Jo, si ishte fund time? Ndoshta më mirë bashkëjetojmë se kështu So mërzia për ata që tradtojnë. Jo, unë nuk jam pro, mua nuk pëlqen tradtia, realisht. Nuk është një gjë e mirë. Unë nuk pëlqen të ndjehem e tradtuar, më saktë. Që t'jem me transparencë të plotë. Nuk vetë tradtuar jo. Unë, nga që jam një njeri që falë shumë besim, falë shumë siguri, nuk dua t'jem e tradtuar. Shika, mund t'a shofësh ndryshe. Mirë tash, po mbën. Mirë tash. Tradhton mua. Tradhton veten. Ai tradhton veten. Pse duhet Po pse shikoni se më çmendët me këtë tradtim? O zotri, nuk ishte emisioni për tradtim. O zonja të nderuara, o yje të bukurave zonjusha, fantastik. Ishte për të tretin. Ishte për të tretin. I treti, jo, po i treti, shiko tani, e tha që është në hyrje gabim. I treti i vërteti. Një tret. Kur bëhet fjalë për tradhtim nuk është i vërtetë. Jo, ajo bëri pikpyetje. I treti i vërteti? Nëse do flasësh për burr, pastaj është tjetër gjë. Po për një tret që hyte çiftet nuk është i vërteti. Mundet në rastin që tha goca që të martohet, ndahet. Mirë, bëjmë një blasfemi tani me qenë se jemi drejt fundit. A quhet tradhtia me të njëjtin seks? Po, edhe më keq bile. Zhvillimi ma. Patjetër. E se kishim në skenar këtë. Sigurisht po. Sepse kam dëgjuar disa raste të fundit që i kanë vënë burrave detektiv dhe kanë parë që kanë shkuar me shokun e tyre të ngushtë. Me këtë një mikesha jon. Po. Vuan të shumë dhe thoshte jam i sigurt që më trahtonin, ne ngushullonim që po. Sa ashtu të duket se burrat kështu janë, vinë me nerva, po ka dhe hallin e vet se ishte biznesmen. Po më zbojt fjalë fare, tha unë ndjej, po du ta rruj tha një ditë. Okej, rrujt. Edhe e mori vesh, është në motel, në filan motel atje. Shkoj, i dha lek ati të recepcionit, po ai u trondit për faktin se e dinte me kë ishte ky djali, zotria. Edhe nuk i tregoj, po tha ti mund ta presësh aty. E priti, edhe tha tani po mendoja me veten time. A është më kinge se unë? A është më e re? Çfarë do jetë? Po e kapa çati them. Po ti një gotë e vogël ajo tha çati them, kur ai del për dorë me njërin. Edhe tha, aty kam vdek fare da. Kur e pash, edhe shkova tha tek ai recepcioniste tha, këta kanë tha 2 vjet bashkë. Por më letë pranohet një tradhtim me të njëjtin seks, sepse nuk e shes e dëgjove Duar Trokitje regjia. Po si për Duar Trokitje kjo është për ulëritje. Shiko. Nuk e she aq zemërsyer kur e she me të njëjtin seks, sepse është që ti nuk e shikon atë si rivalitet që si ishte më kinge, ishte më e mirë. Pra femrat i bëjnë këtë krahasim gjithmonë.